Hamdi takon Allahu Gjeleshanuhu, salavatet qofshin bi Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam. Gjematin e rum, Allahu Gjeleshanuhu në Kur'an në e bani me dije vlerën e djetarve mbi të tjerë. Allahu tregoj se çfarë vlere ka dija në peshorën islame. Vetë Allahu Gjeleshanuhu e nisi Kur'anin me fjalën ikre për tregu vlerën e diturisë. Vetë pejgamberi on sallallahu aleyhi wasallam na tha se dituria është obligim që ta kërkoje çdo musliman dhe muslimane. Pra secili e ka për obligim të kërkoje diturin. Dhe na tregoi se ai i cili shkon të kërkoje dije, me laqet lutën për të derisa të kthehet te shtëpia e vet. Po për skaj gjithë kësaj vlere, Allahu Gjeleshanu që ne mësoj dhe pejgamberi alayhis salam ne sqaroi, ne fatkeqësisht ende se kemi kuptu thelbin e dijes. Në të kaluamën xhamat, dije kanë shku të marrën ata që e kanë desh diturin. Sot shkollët e kanë bë obligim secilit shkoje në shkollë. Edhe ai që nuk e don dijen, edhe ai që s'don dije se çka është e arsimi, edhe ai e ka obligim. E tash kur na përzihen dhënë të dhit, kur na përzihen do thot mirët me të këshit, do ndodhin aksidente në për shkolla. Po vin do thot probleme të ndryshme në për shkolla. Keni qenë vetëdijshëm për ndodhin e rastit të para disa ditëve në shkollën e Sarajt, që nuk është e vetmi problem që po ndodh në për shkolla. Ajo është një që dol me djum, po sa ka që nuk incizohen, sa rrahjet fëmijëve që nuk incizohen, po sa ka që incizohen e nuk dalin majdon në internet që nuk i dim. E po tash shkollët a janë për shku të mësoje e fëmija dituri, a shkon të mësohet bëhet bokser. Çka është e shkolla atër? Për çfarë shkohet shkollë? Këtë xhamat neve na u kanë ngatru. Fillimisht prej të sistemi i arsimit. Në thot këtu problemi njëherë të sistemi i arsimit. Ministrit e arsimit, jo vetëm e Maqedonisë, po gjithë botën, mundohen do thot me zor disa t'i bëjnë me shkollë. Ama ai që e ka brumin e prisht prej ati bukë e mirë nuk del xhamat. Brumi prisht nuk prodhon bukë të mirë edhe pse e pjek. E ne e marin atë fëmijën që është prej një brumit prisht, e shtin mesin e të mirëve, e masande në të mirë cilë rahat. A e dini xhamat se në si cilën shkollë, elhamdulillah ka fëmijë të mirë, ka nxënës të mirë, ama në si cilën klasë e kije një ose dy prototipa, që e prishin ambientin e këtë tjerë. Dhe thot një ose dy në si cilën klasë, problematika të cilët e prishin rendin edhe për nxënësit e mirë. Edhe i miri kur e shese ndaj atit keqit nuk mirët masa, edhe i miri nisën e prishët. Xhamat, me e marrë një mollë të prisht, të kalpt, me e vun mesin e mollave të mira. Këto mollët e mira nuk e bëjnë të mira të prishtën. Kjo e prishta i prishën të mirët. Pra e prishta ka t'i prishë edhe të mirët. Atë mirët nuk mundën më mollën e prishta bëjnë të mirë. E ne dojmë një nxënës të keq, ta shtim të të mirët, mos po bëhet i mirë. Jo, ai ka t'i prishë edhe qerët. Në shkollë duhet do thot me pas mundësi që kjo ligjerat mbroje dikun di ma nalt, të mbroje dikun ma larg, ju kësha thonë që atyne që i përpilojnë të ligjet e arsimit, që dahën klasa në veti problematikën. Hiqe, a është këtë njëshe, përjashtojeve pse e mba shkollë. Pa qetër është në shkollë, po s'ja do, çka të boje tash? Ai që s'do të mësoj xhamat, ai vetëm prishje do boje. Ai vetëm shkatrim do boje. Ama që këto ministrit që sot po kontrollojnë arsimin, jo vetëm Maqedoninë, përgjithësi, këta xhamat nuk e dojnë mësimin, sepse vetë që ata janë ponsua atje në për ato vende pa dije, me njofësia, me korupcione. Edhe ai që vetë se ka desh mësimin, sot duhet të boje ty për pilim të rregullave të shkollës. Si duhet nxënësit bëjnë? Xhamat përpara thash dije kanë shku, kanë marrë nxënësit e mirë. Ata që e kanë desh diturin dhe me të vërtetë janë bë dietar. Ai që s'ja ka desh bë dietar, ja kanë dhënë një zanat. A sot
Shkollët për çka janë? Hoxha, shkolla fars, po. Çka na prodhojnë sot shkollët? Sot na për shkolla shitet drogë. Sot na për shkolla cigarja mo as që po të mohabet nxënësit bileqesin çallam dhe me para mësuesit unë e pi. Me i thonë telefon babës vet, o ti filan, ki gjali jot. Hoxha, jetë i qit laf gjalit tem. Hoxha, jetë i qit laf qikës teme. Ama, ne sot xhamat, lese nuk i kujdesmi për fëmijët e tonë. Po edhe kur na thot dikushi, ani hoq, ani arsimtar, ani shoq, ani dost, ki gjali jot, nuk on Terezi. Kjo vajza jote son rregull. Mi qet laf mu e vladit. Sot u ka bo problemet t'ju thuj xhamat se është keq. Me një shosh bo muhabet, tha e thira në zyre, ja kalzoj me video se çka bon vajze vet. Hoxha tha jetë i qit laf. O zotnia, është vajza jote. Hoxha tha, leket muhabet, ti tha jetë i qit laf. Tha në fund, tha u detyrova, ti tha ma bon halal. Më falj. Unë tha u deshti tha, më falj, ma bon halal. Para mendoj. Edhe me dokument ta shohe vladin se e ka në punë të këshia, nuk thot, faleminderit, unë do mirë me vladin tem. Jo. Faj njale ati tjetri. Ti i kje fajt pse këshyrën. Jo ai pse bën problem, ti pse jetë e këshyrë, ti e fajtori. Në që kësej deregje kemi arë xhamat si shoqëri. E masande themi pse shkon kur gjanë rregull, po si të shkojnë rregull. Ne njerëzit xhamat e kemi prish sistemi. Se ne nga rendi mbas shëktyne kur vjen kohët e votimit. E tash kur bëhet aksidenti kërkujt si intereson. Si cili thot, baba i ka fajt. Si be baba i ka fajt? Kërkush tjetër s'ka faj. Çfarë shkollësh kemi ne kështu pa kontroll? Çfarë shkollësh kemi ne mos ke se sigurim? Të frikësh ta çojsh fëmijën në shkollë. Ki e gajle si të shkoje fëmija si të vinë. E çon sa glam vin kryen e thyme, vin hundën e thyme, vin krahin e thyme. Pse? Prej nxënësve problematik. Prej problematikve. S'lan rahat fëmijë tjerë në shkollë. Edhe masende kemi shkollë, jo xhamat. Sot shkollët ma shumë kanë shkatru se sa kanë ndërtu. Xhamatin ndershëm, perëndimi sot kontrollohet prej njerëzve të cilët nuk njohën Zot. Okultistët kanë marrë në okupim udhëhecit e qeverive botërore. Kur them okultista, janë njerëzit satanist të cilët shejtanin e besojnë Zot. Njerëzit të cilët nuk njohën Zot. E që ata sot kontrollojnë qeverit, ata e kontrollojnë medicinën, ata e kontrollojnë arsimin, ata e kontrollojnë. Dhe xhamata, halis mendojnë se satanisti ta ka gajlet ki është ti e vlat shëndosh, halis satanisti i cili sot me mia fëmijë vritën prej satanistëve, halis ti e mendon se satanisti e ka gajlet çka bot fëmia jot. Satanistët xhamat, të cilët sot kontrollojnë qeverit botërore. Këta njerëz kanë shkatru figurat kryesore që njeri i merr shembulltyr njët. E kanë shkatru figurën e babës, e kanë shkatru figurën e arsimtarit dhe e kanë shkatru figurën e hoxhës. Nëse këto tre shembuj prej jetës njerit ja hek, ku do marrë shembull të mirë fëmia? Nëse babën që e ka të shtëpia se ka shembull të mirë, nëse mësuesin të shkolla se ka shembull të mirë, nëse hoxhën të xhamia se ka shembull të mirë, atëherë këto janë tre themelet e shembulltyrës në etik. Nëse nuk i kije sa gllon këto tre shtylla, ku do edukohet fëmia? E xhamat dikush i ka punu që këto tre shtylla të rënohen, që këto tre shtylla të shkatrohen dhe fëmia mos ke se ku të marrë shembull. Fëmia mos ke se ku të edukohet si duhet. Baba nuk mirët me atë, arsimtari me u marë, shkon me altijet e shkolla i kërcnohet arsimtarit, me si cilin arsimtar që të bësh muhabet, ta kallzon atë përvojën e vetë, thot se kur i kom bërtit një fëmijë, e kom qortu, e kom bo kështu, thot ka ardhë baba me altije. Edhe masande, pse e fëmit, po që di xhamat kur se ha një një qetrin, u kanë re, kur gjas është e re fëmja, dëzom dhe dëgjojmë ne si kur ka Amerika, ka hi fëmija 12 vjeqar me ka lash 20 fëmij ka bo rafsh. Edhe që këto ka dal din. Si a kemi nis xhamat, që mos kemi shembulltyra të mira, sot mas shumë të luftohet, do thot edhe filmat e Hollywoodit, edhe këngët prodhohen që të shkatrohet raporti fëmij me babë. Sot fëmija mos e respektoje babën.
Sot fëmia mos e ngjoje çka i thot baba. Arsimtari mos kese vlerë. Boja arsimtarit rrogët më të ulta që fëmia ta kese rabën që shkon në shkollë më të mirë se arsimtari që punon 30 vjet, 40 vjet në arsim. E arsimtari shkon me Golf 3, e nxënësi shkon me xhip, e vetur të shtrenjtë, e tash ki arsimtar t'i kallëzoja ati si të boti sukses shumë. Nxënësit sot ma shumë i njohën drogirashet se emnet arsimtarve. E që këto të bëjnë prodhima. Sot mas shumë ti që luftohet, shifi muhabetet na për kafe, shifi muhabetet na për rrugë, një di sulmohet hoxha, muhabetin e hoxalarve. Pse xhamat kjo a mendojni se rastisht dikush miliarda shlon në përmes filmave, në përmes këngëve, në përmes lloj-lloj propagande, si shkatrohen këto tre elemente. Baba, mësuesi, hoxha. Se nëse i shkatron, ata tritmë nuk do kijen ku do inspirohen për ka e mira. Dhe nëse i shkatron këto, ajo e ka në rezervë se çka do të çese si shembulltyr. Do ta çese Big Brother, apo shifet i qiteni ders në YouTube, 100 shikime a i mbrin, ajo 200 shikime, 300 shikime. Një herë del Big Brotheri live, mbrenda një sahati 1.500.000 shikime. E po 1.500.000 shikime mbrenda një sahati xhamat, a i di shka do të thote kjo? Kjo do të thot milet i deleve, milet të cilët do të thot gjithë ditë rinë telefon haramin të ashohën. E sot që kjo u shtihet në kryje e trive si shembëltyr. I hipët shembëltyr këngëtari pianic, këngëtari drogirash, këngëtar ka striptizerk, dhe krejt ata që janë fundrine e shoqnis, sot trit i kanë marë si shembëltyr. Sot i rivi që ato ishe se janë shembëltyr për t'i ndjek. Shifet çka ka bo ki këngëtari, shifet çka ka bo kjo këngëtarka, shifet çka ka bo ki artisti, shifet çka ka bo ki youtuberi, shifet çka ka bo ki influenceri, me që këto njerëzit pa vlera. Sa ma budal, sa ma i famshëm. Që kjo është ajo strategjia e perëndimit sot. Heki njerëzit e mirë, heki shembëltyrët e mira, zavendsoj me njerëzit prisht, edhe do ki është një ardhmëri të prisht. Hasret xhamat hipish në autobus pitrive, që janë kurse shkojnë në shkollë, shkojnë në shkollë të mesme kurse. Vetëm e ka vu çantën në shpinë, asi në udhubila dhe hajvani, unë bilet me shku të kopshti zoologjik, ishe xhamat nuk bënë që ashtu. Si cili besoj kini qenë, e kini po aj majmuni rrinat drunin e vetë gjë, nuk bën zhurmë, ai luani rrin që me një qosht, nuk bën zhurmë. Hip në autobus pi studentëve, nxënësi, shkojnë në shkollë. Ku janë të shkollë? Ato si me i qitë prej dhe një egërsijeve, unë nuk e di çfarë nxënësi. Prej shkupi deri në saraj si hajvan ati, autobusi ka hata. Kret autobusi kryen ka ata, nuk teka se pse kret autobusi i këshyrë. E ne aj e pas ka dijen farsa, që qaj shkollën farsa. Jo mëre mera shtjen të një zanat, mësë hargjit pare kote e kote. Mësë hargjit pare kote, sa i vetëm është të ta qitë ftyrën e zezë këtë katë undit. Po këtë shqiptarve nga morën qafë, se ato shkjedojnë shifni shqiptarët shka bëjnë. A nuk e din sa i Allahu alem ku e ka babën. E gjemat duhet pak me dajt ko për e vladit. Foli pak ati e vladit. O e vlad, kur t'hipish në autobus nuk e hip, shkoj di unë e ku. Se s'është normale njerit boje që ashtu. Nuk është normale, me thonë kafsh nuk është regu, se dhe kafshët rinë mirë. Kemi pas ahri si cili, e din kur hi nahër se si është. E në nahër me hi qasi zhurë me nuk kije. Qasi të shajt me nuk kije. Nxënësit e shqiptarve, nxënësi musliman, nxënësi ndoshta vinë edhe në xhuma. E mase hipën në autobus, e çudit një autobus. Shkon të shkolla për labje madhe, hip në autobus. Çfarë shkolle xhema? Për çfarë shkolle folim? Çfarë farzi folim? Nuk ka farz për secilin. Prandaj duhet jemi shumë të kujdesshëm dhe duhet mirët masa një herë nga ana e prindërve, po edhe shteti duhet marrë masa, duke i pastru radhët e nxënësve, ja don mësimin, ja don, si ja don, përjashtoj, çka duhet e në shkollë? Çka duhet nxënësi prish në shkollë? Heksaj vetëm probleme do boje për krejt tjerë. Duhet xhamat definohen. Po edhe baba kur e shese nxënësi vitin e parë, ati prun këtë dyshe, s'ka vit dytë ma, hec në zanat, bërë merë një zanat që ati. Çka i duhet shkolla këtë dyshe? Ku e qënë ti këtë dyshe në shkollë?
Duhet shkojnë në shkollë, po për çka të shkojnë? Zanë e vend aty. Të rrihet me dikandin për rrugë, të boje si kafsh në autobusa. Le mbajë shpesh aty merren e punojë dhe nisë bërëm të të bere pare, se kështu vetë probleme të bere. Andaj kujdes xhamat, duhet me të vërtet të vetëdisofmi si popull dhe mos lejojmë të ndodhin kësi sende në për familjet tona, se pastaj vin problemet e të mëdhet do t'i vujnë. Se kur të vinë tash ato fëmijët janë në për stacione policore e prindët nga rendin t'i rregullojnë punët. E që mos nga rendish, mase ma mirë daj 5 minuta me fëmin tënë të fol pak, se sa do të dajsh me orë të tëra nëse ndi zgjidhish problemet. Allahu na e përmirësof gjendjen dhe Allahu na e boft mundshme që shkollat tona prodhojnë dije e jo njerëzi të cilët janë të padijshëm, dhe inshallah taala ta kuptojmë xhamat rolin e prindit dhe të mundohemi që të edukojmë fëmijët tonë dhe evladin tonë në rrugën e mirë. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.